Ku nuk thejë në ty me thonë pse po të dham ty dikun, se unë e di që ti prap ki me shku shnoshe mirë të shpija, pa dhim kërkun. As mu nuk më dham kërkun shkoj edhe flaj shikin, që thujnë shqiptarë. Edhe pse pak më vonë, se sa po këtë qështje, po, mu më dham dhe më foti i Republikës, institucioneve demokratike, a kemi me pas qeveri kur ju peshini që ka pëndërën një farë konfiguracioni geostrategjik në Evropë edhe matutje Euro-Atlantik, edhe në raport me Rusinë, në raport me Rajodin e Vladot. Shiko, mërzit nga gashtë e shumë ramë. Se s'po ngon dhe në fund, mërzit nga. Se cili qytetar i devot, shumë i shtive anë, i soj Republike, që ka jep, që thujnë, në Shqipni i thujnë të zite u lirit. Do më honë me ordin që ditë, se cilit qytetarët të ndërgje që piko. E tash probleme, e tash probleme. Të dërët me bura, qa keni? Tash probleme, qa keni? A dali. Problemi që ndonë në faktin që. Problemi që ndronë me faktin që s'potin shkollë publizim edhe kritikojnë. Lutfi Aziji tha që na nuk e votojmë as kryetorin e kuvendit, sot tha. Lutfi Aziji. Edhe PDK-ja e thatë njëtë. Ata publizojnë atash PDK-n pa. Jo, hisme publizojnë, kërkon, po bojmë analizën, bazë që aty në fakteve edhe dijes që. Jo që atë thujmë na që publizim si pas të dije dhe vedije për vetën, po jo veç për vetën, po në raport me juve. Unë e kom që atë vedije që juve mu ju trajtu si kolegë, pa dhimt. E ju po më trajtoni mu që gjithmonë po më dham dikun. E mu së më dham bashkë që Matoshi, mos në ndalimin personale, taktikisht flasim edhe politikisht për kryekuvendarin. As do të ishte një presion më i madh për qeverin, shembull, ose për vetëvendosjen në këtë moment që del LDK-ja ta votoj kryeparlamentarin e tyre, që ta ezauroja, ta nisat kohën